Njëjta gjë do të ndodhte edhe aty ku jetojon. Kjo është e para. E dyta, unë besoj se gjithë jemi të pajtimit se në të kaluarën, dyshja Borrell Lajçak kanë ardhur prej shteteve që nuk e kanë njoftë Kosovën. Edhe rrjedhimisht Spanja, Slovakia, po. Sakt. Edhe rrjedhimisht ato kanë qenë me automatizëm një lloj anti-përparimi të shtetit Kosovës. Ne keni parë kështu për qasjen e Borrellit edhe Lajçak, se shumë kush shembull e shihte që ata dy si figura politike të shuara, sepse kanë qenë që dy ministrat jashtëm, kanë mundur eventualisht, nëse kanë qenë të involvuar, që ta ndryshojnë qëndrimin edhe ta bëjnë Slovakin të lëvizme përpara për Kosovën ose Spanjën eventualisht. Po kjo nuk ndodhi. Jo, kjo është e kundërta. Shtetet përpara kemi pas Borrell Lajçak, të cilët kanë ardhur nga dy shtete që nuk e kanë pranuar Kosovën, edhe i kanë vendosur politikës kosovare jashtëzakonisht pengesa. Gjithandej Bashkimit Evropian, ne kemi parë në çdo takim, ata nuk kanë qenë pro përparimit të shtetit ligjor të Kosovës. Thjesht një vendosje sovranitetit të Republikës Kosovës nuk do me thonë se është më ndryshe se si është në Bashkimin Evropian. Edhe atje kur kriminalet atakojnë me ligjin ata futen në borë, si ka ndodhur këtu. A i bie kjo që është dëshmuar që qeveria ka pasur mirë me situatën në veri? Edhe unë besoj kjo dy gjëra. Njëra është ajo që po thua ti, ndërsa tjetra është se tash kemi një leadership këtë tjetër në Bashkimin Evropian, vinë nga shtetet të cilat edhe tani për tani e kemi një situatë edhe me luftën në Ukrainë dhe Rusi, sepse Estonia është në kufi gati me Rusi, sak në kufi.